Një traditë e hershme thot se Simeoni i shenjtë dhe i drejtë që priti foshin Jezu në tempull, ishte një prej 70 judejve të mësuar në ditët e faraonit Ptoleme, Filadelfit, 3 shekuj para lindjes së Krishtit, që kishin marrë përsipër të përkthenin dhjatën e vjetër në greqisht. Simeonit ishte ngarkuar të përkthente librin e profetit Isaia dhe kur mbriti në vargun e famshëm që thot: "Ja virgjeresha do të mbarset dhe do të lindë një djalë dhe emri i tij do të jetë Emanuel", ishte aq i çuditur sa mori një brisk për të hequr fjalën virgjeresh dhe për ta zvendësuar duke shkruar grua e re. Në atë çast një angjëll i Perëndis ju shfaq dhe e ndaloi që të mos e ndryshonte tekstin e shenjtë, duke i shpjeguar se ajo që dukej e pamundur për të, ishte në fakt një profetësi e ardhjes së birit të Perëndis. Dhe për ta konfirmuar këtë angjëlli, ai i premtoi Simeonit se nuk do të vdiste derisa të shikonte dhe ta prekte vetë me duart e tij messin e lindur nga virgjeresha. Pas shumë vitesh, kur Krishti u soll në tempullin e Jeruzalemit nga nëna e tij e tërëshenjtë, Shpirti i Shenjtë i zbuloi pra Simeonit plak se kishte mbritur koha e përmbushjes së premtimit. Ai nxitoi në tempull, mori fëmijën në krah dhe i tha Perëndis me gjithë zemrën e tij, me këto fjalë: "Tani o Zot, përlëshoje shërbëtorin tënd në paqe, sipas fjalës sate, se sytë e mi pan shpëtimin." Me të vërtetë Simeoni ishte ikona e Izraelit të dhjatës së vjetër, i cili qëndroi në pritje për ardhin e Mesis dhe që tani ishte gati të largohej dhe t'i linte vendin dritës dhe të vërtetës së Ungjillit. Lipsani i Simeonit të drejtë dhe të shenjtë nderoi në Konstantinopoj, në kishën e Shën Jakovit, të ndërtuar në kohën e perandorit Justinian. Ndërsa profetesha Ana, e bija e Fanuilit, ishte 84 vjeçe, që nga vdekja e të shoqit Vejusha e kalonte kohën në tempull me shpresën e ardhjes së shpëtimtarit. Ajo është shembulli i vejushave të shenjta, i virgjëreshave dhe murgjërve që e kanë çliruar veten e tyre nga përkujdesjet e botës për të banuar gjithmonë në tempull, duke ofruar me kreshëm, me himne dhe lutje të nxehta për të pritur ardhjen e shpëtimtarit. Dhe si Ana, ashtu dhe Simeoni pan me sytë e zemrës Krishtin që banon brenda tyre dhe e prekën atë, i shpallën me gëzim dhe siguri gjithë gjinjesë njerëzore se shpëtimtari është duke ardhur në botë si dritë për ndriçimin e kombeve dhe lavdi për popullin e tij Izrael. Kisha jon e kremton kujtimin e Shën Simeonit të drejtë dhe të shenjtë në çdo 3 shkurt.